impresione kemi pasur nga njerëzit që merren me sport. Njerëzit që merren me sport duken të gjithë më të rinj, më të bukur, edhe ti thua merren me sport edhe e ka këtë të mirë aktiviteti sportiv përveç shumë gjërave të tjera. Por me sa duket e kanë edhe ata që udhtojnë. Po ta vësh re, njerëzit që udhtojnë kanë një pamje më të freskët, kanë një tjetër shkëlqim në fytyrë. Apo jo Albana, ta thon njerëzit për shembull ty kur kthehesh nga udhëtimet e tua të gjata. Mua më duket sikur jam non stop më mbajnë gjallë. Fakti që udhtoj shpesh më mbajnë gjallë sepse udhtimi është një karikim energjish. Kur ti kthehesh, je më aktiv dhe vazhdon punët e tua më qetë. Fakti që unë e bëj më shpesh, më duket sikur këtë energjinë e kam stabil gjithkohon dhe më mbajnë gjatë. Patjetër që udhtimi është vitalitet, është gjendje shpirtërore, mendore. Pjesa fizike vjen automatikisht, se çdo gjë lidhet me energjitë që ti ke dhe me trurin. Kur truri është në rregull, pjesa tjetër funksionon. Kështu që udhtimi të jep një spektër 360 gradë atij vendi që ti ke vizituar, po dhe të një fshati ose një qyteti, sepse udhtim do të thotë lëvizje, nuk është vetëm fakti që të marrësh një bilet kalosh përtej oqeanit. Udhtimi do të thotë edhe të ikësh tek 2 orë nga vendi ku ti jeton për të shkëputur. Kështu që ti ndryshosh rutinën e zakonshme. Rutinën dhe ti kthehesh me një perceptim tjetër të asaj gjës që ti ke vizituar dhe të ka hyrë, sepse ke liruar trurin dhe trupin dhe e vën dispozicion 100%. E mira është që të lëm edhe këto telefonat kur e bëjmë udhtimin, se ajo do ishte perfekte, them do ishte maksimumi që ti mund t'i marrësh. Tani të bëri të fotografive unë mendoj që nuk shmanget do të më sot kur udhtojmë, po të paktën të shmangin postimet. Ai do të ishte pushimi plot. Postimet të marrin shumë kohë. Mos postoni asgjë gjatë kohës që jeni udhtim, vetëm telefon, akumuloni, grumbuloni merr kohën të shkëput vëmendjen nga ajo që ti po percepton në vendin që je. Mua, për shembull, ajo që më ka ndodhur mua që besoj edhe me juve kur kthesh nga një udhtim, thon, "Ua, sa bukur duket kur ke pushuar, lëkura më e shtrirë, ke bërë gjithkohës masazh fytyre." Edhe ti thua, "S'është e vërtetë, unë kam qenë vetëm në lëvizje, madje jam lodhur aq shumë duke lëvizur nga mëngjesi deri në darkë gjatë udhtimit, por fakt është ky është efekti. Efekti i një udhtimi pra. Sepse ne shkëputemi nga një rutinë monotone, e shumë ditëve, kalojmë në një rutinë tjetër, por rutina tjetër na mban më aktive, sepse shkojmë në një vend, qoftë edhe në një qytet tjetër, ku do krijojmë një rutinë dite, qoftë ngrënia, aktiviteti që do bëjmë, socializimi me njerëz të tjerë. Sot edhe socializimi me persona të tjerë edhe të panjohur, pra duke bërë lidhje të reja, vë truri në punë e rigjeneron atë. Studimet thonë, dhe janë studimet të fundit që thonë, demenca dhe Alzheimeri ulen rreth 50% tek njerëzit që udhtojnë. Vërtet? Po. Sëmundjet kronike ulen rreth 27%, tu futen sëmundjet e zemrës, hipertensioni, diabeti, dhe ne shikojmë ose spitalet që janë në vende turistike të referojnë gjithmonë që problematikat kryesore shëndetësore mund të jenë këto aksidentet, vrasjet, plagë të ndryshme apo probleme intestinale që mund të ndodhin nga regjimi i ngrënjes në vende të nxehta apo në vende të tjera, por në fakt nuk kanë pacient që shkojnë me urgjenca si pasojë sëmundjeve kronike apo me tension të lartë apo me problematika të tjera që ne ndeshemi në urgjencat e metropoleve e Tiranës. Rritja e imunitetit në fakt në udhime do të pikërisht për këtë arsye që ti duke provuar, duke shkuar në vende të tjera ku së pari ulet kortizoli, hormoni i stresit. Vjen në kontakt edhe me baktere dhe mikrobe le të themi të ndryshme nga zona ku ti jeton. Dhe për këtë arsye imuniteti fuqizohet. Ballafaqohet me, po themi, me natyra të ndryshme, kështu që organizmi realisht është shumë më i fortë kur udhton. Dhe personat statistikisht, personat që në moshën e tretë kanë një agjendë udhtimesh gjatë gjithë jetës shumë herë më të ngjeshur se një popullat tjetër e të njëjtës moshe, vuan nga sëmundje kronike apo nga probleme të shëndetit mendor, siç tham që është demenca apo Alzheimeri, shumë herë më pak se nga një popullat e moshës së tretë sedentare, dhe kjo nuk do të thotë vetëm udhime, siç e tha Albana, të hipim avionit, por edhe udhime të shkurtra në vende të afër. Mario për shembull i praktikonte shumë edhe udhimet e shkurtra, pra. Edhe brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë. Kishe pjesë të jetës tënde, të lifestyle-it tënd, le të themi. Kjo është pjesa e punës në fakt. Për shkak se unë lëviz shpesh për punë në gjitha qytetet e Shqipërisë, të them drejtën, dhe mezi pres që të vi momenti që unë të shkëputem prapë nga realiteti, nga Tirana. Dhe kur iki jashtë, dhe kur shkojnë, se shpesh udhimet i kam në Itali, aty i kam proceset e punës, aty marrë
seminaret dhe eksperiencat, po është një gjë shumë e bukur në atë parë, sepse e pret me padurim që të ikësh, të shkosh aty, ka një ndryshim jete komplet, është një ditë e re në fakt, është një jetë e re në atë çast, në atë pak periudhë kohore. Unë para 1 javë erdha nga jashtë, isha prapë në Itali, direkt sa erdha prapë në Saran, nesër Durrës, pas nesër Korçë, pra kështu do jetë edhe... Çiron hormone kënaqësie, hormone lumturie pafund, apo jo Bona? Dhe në fakt, Rutina, shumë faleminderit që e përmende, është fakti që nëse ne do njohim veten tonë, ne do e kuptojmë sa e rëndësishme janë udhëtimet, sepse në fakt çlirojnë 2 hormone shumë të rëndësishme, siç janë serotonina dhe dopamina, që lidhen shumë ngushtë me pjesën e emocionit dhe motivimit. Motivim. Emocioni është i tanishëm, motivimi është pak më jarshëm. Pra, kur ti shkon në një udhëtim, normalisht me personat e tu të dashur, me familjen tënde, me shoqërinë tënde, etj., normalisht ti eksperimenton, pra truri dhe hormonet të tregojnë ty që sa gëzim ti ke, sepse ti krijon edhe ato kujtimet e bukura, por gjithashtu jo vetëm e tanishmja, pra jo vetëm ai udhëtimi i momentit, por është edhe motivimi, pra që ti largohesh nga një udhëtim me një motivim të caktuar për të vazhduar jetën tënde. Pra shumë e bukur, pra nuk është e thënë të shkosh në Itali, apo dhe në Amerikë, apo dhe në Karaibe, mund të shkosh edhe në Durrës, edhe ti mund të eksperimentosh një moment të gëzuar që mund të ndihmojnë ty për të qenë një person i shëndetshëm, jo vetëm ne, po edhe familja jonë edhe njerëzit që na rrethojnë, pse jo? Pra le të themi stresi i cili është sot edhe po konsiderohet si armiku i gjithçka, ose që qëndron në themel të dobësimit të sistemit imunitar, i cili pastaj dobësimi i sistemit imunitar është po themi origjina e gjithë sëmundjeve, padyshim. Dhe udhëtimet janë një nga mënyrat se si mund ta luftojmë stresin, apo jo? Albana, më tregon ndonjë episod nga udhëtimet e tua, ndoshta kur je nisur në një udhëtim, ke qenë stresuar më herët, e lodhur, e ngarkuar, ndoshta emocionalisht jo mirë, edhe si të ka ndryshuar udhëtimi? Unë kam pas raste, po tregoja një rast, në fakt përpara, niseshim për një udhëtim në Lima, në Peru, edhe gjatë fluturimit nga Myniu në Bogota. Unë ndjeva keq dhe mund të kem humbur, nuk e di ndjenjat një moment, dhe nuk e kam kuptuar, sepse pata gjithë ekuipazhin sipër kur jam zgjuar. Thjesht i kam thënë që ndjesha keq dhe u rizgjova. Nuk di sa ka zgjatur. Absolutisht, dhe nuk i pyeta, sepse kur jam rizgjuar ndjeva pata të ndjesin ç'a ndodhi. Dhe vazhdova fluturimin, ishim 7 orë nga Bogota, që mes të Oqeanit Atlantik. Pra të më thënë e gjitha ndodhi brenda në avion? Në avion, kishte qenë një ditë shumë e lodhshme, se ishim nisur në 4 të mëngjesit, një udhëtim që zgjati gati 36 orë për të arritur në Lima, dhe çuditërisht unë fjeta, vazhdova rutinën, arritëm në Lina, pas këtij incidenti. Ndërkohë ky ndodhi në fillim, sapo ishit nisur në fillim, apo? Ne ishim nisur në mëngjes nga Tirana, ka qenë Ljubljana, linja e Ljubljanës atëherë, dhe arritëm në Myni diku nga ora 11 e mëngjesit, ishim pa gjumë. Gjithë ditën dolëm Myni, fluturimin e kishim në darkë, sepse kënd këto fluturimet interkontinentale jo gjithmonë janë të lidhura mirë me Tiranën, kështu që ishte gati 24 orë që ishim pa gjumë në lëvizje. Sigurisht ka qenë një moment lodhje, hera e parë që më kishte ndodhur një jetë. Dua të them që unë arrita në destinacion, do me thënë dojta 4 orë arritëm Bogota, s'pata asnjë lloj shenje, as lodhjeje mbrapa, as gjë, si duket ai gjumi i avionit më çlodhi, dhe unë arrit diku nga ora 2 e drekës të ditës së nesërme në Lima, gati 36 orë udhëtim, dhe unë kam dalë për xhirime deri në 12 natës, nuk kisha as lodhje, isha energjike, sepse dëshira për të vizituar, gjendja emocionale, unë po shkoja në Peru, dhe në trurin tim ishte gjithë itinerari që e kisha bërë vetë, çfarë nuk doja të humbsha as një sekond, më mjaftoi një dush dhe unë isha super aktive dhe nuk pata asnjë lloj problemi. Do me thënë, kjo ishte sa ndryshon trupi dhe energjia e mirë që ty të jep, ajo që ti ke në mendje, sepse ti kur nisesh të udhëtosh, ti fillon dhe e bën, e di pak a shumë. Tani që kemi dhe informacion, më përpara ka qenë më e vështirë. Duhet lexoje një libër, një katalog që të merre informacionin. Tani që ke internetin, je gati përgatitur dhe e di se çfarë të pret. Ke parë një dokumentar,
por ti ke ndjesit, unë nuk e bëj, nuk shkoj shof shumë dokumentar, sepse duaj që ta perceptoj në vend atë gjën, sigurisht jam e përgatitur për më tepër kur jam për punën, por kur ti arrin atje, ka ca energjinë e punojmë dhe nga 16 orë, nuk lodhemi asnjëherë. Pra nuk lodhesh dhe ti vjen nga udhime të tilla dhe kur kthehesh cili është impresioni i njerëzve kur të takojnë thonë sa mirë dukesh Albana, sa e ndjen. Jo, mu ma thonë gjithmonë atë çfarë punë e qefi ke. Ku qefi organi? E bukur është si punë. Sigurisht, dhe unë e them gjithmonë sepse na ndodh dhe nuk flem gjumë ndryshimi orarit, puna dhe gjitha dhe kthehemi them unë. Më mjaftoj 24 orë pas udhimit të rigjenerohem dhe kur mendoj se çfarë unë pastaj jetoj dhe 2 herë situatat, sepse kur jam montazh e rijetoj udhimin që kam bërë, kështu që e kam dopjo energjinë. Doja të thoja që një nga episodet është ky që ti nuk lodhesh. Dhe po ta shihni të gjithë, në Tiranë ndoshta nuk i bë askush 18 kilometra në ditë. Mu një herë më ka ndodhur në Rom, kisha ecur 24 kilometra dhe nuk e kisha kuptuar. Vërtet, ë? Po. Gjithë ditën duke ecur. Gjithë ditën duke ecur nga një cep në tjetrin, sepse aroma të tërheqëm, se po e bëj dhe këtë, se po e bëj dhe atë. Dhe kisha bërë 24 kilometra dhe nuk e kisha kuptuar, nuk kisha lodhur. Kur i bëjmë ne 24 kilometra? Bëhet fjalë fare. Do me thënë dhe ta vësh me impenjim për sport nuk i bën. Kështu që sepse është mendja e cila është lëshuar dhe trupi përgjigjet automatikisht.